Përshëndetje miq të Homecast. Mirë se vini në një episod tjetër të këtij viti. Duke ju uruar shumë suksese në anën personale dhe profesionale, sot do të prekim një temë që prek çdo familje shqiptare, e cila është shportat, pra ushqimet që konsumojmë çdo ditë. Unë do të flas për Big Market, që është pjesë e një çdo tryeze shqiptare, dhe sot kam një përfaqësuese të Big Market, e cila është Joana Hasanaj. Përshëndetje Joana dhe mirë se vjen. Përshëndetje Elber, mirë se të gjej. Ti je pjesë e familjes Big Market prej sa kohësh? Tashmë prej 2 vitesh jam pjesë e familjes Big, jam menaxher e marketingu për një rrjet të Big Market. Super. Unë dua ta filloj direkt Joana në pyetjet kështu rresht që kam për Big Marketin. Big Market, si hipermarketi më i madh mendoj në Shqipëri, gjendet dhe në qendrën Pajtoni, kështu që të gjithë ndjekësit e dinë, besoj dhe e dinë tashmë që mund gjejnë gjithçka çfarë duhet për shtëpinë, por po ashtu edhe për gjithë shportin e familjes tyre, Big Marketi mund ta zgjedhin poshtë. Joana, ku është ndryshimi midis një hipermarketi dhe një marketi, një supermarketi? Çfarë ndryshimi ka për gjithë ato që ndoshta nuk e di? Tashmë Big Market në gjithë Shqipërinë ka 110 supermarkete. Nga këto 3 janë hipermarkete, të cilat janë në përmasa shumë të mëdha dhe normalisht në diversitet produktesh. Një nga karakteristikat kryesore të një hipermarketi është faciliteti që ai ofron. Ka një komoditet. Për shembull, një nga pikat kryesore është parkimi. Okay. Në të gjithë marketet që Big Market ka, parkimi është i siguruar. Domethënë është i përfshirë në blerje që po, edhe këtu te Pajtoni të gjithë unë shikoj shpesh herë poshtë, parkojnë makinën, marrin karrocën dhe fillojnë edhe bëjnë blerjet për familjen. Hipermarketi, çfarë, domethënë përpos gjithë këtyre ushqimeve ditore, ne jemi një qendër dedikuar shtëpisë. Çfarë ka tjetër brenda përpos gjithë ushqimeve? Një gamë tjetër shumë e madhe që hipermarketet kanë, përveç shportës bazë, janë produktet e home, gjithë sektori bazar që mund të themi, që fillojnë që nga enët e kuzhinës deri tek elektroshtëpiaket. Tamam kur themi që jemi në çdo tryezë shqiptare, e kemi fjalën jo vetëm për ushqimet, por edhe për produktet, edhe për çdo aksesor të nevojshëm që një tryezë shtrohet. Po, kështu që prandaj jemi fiks pare, Pajtoni dedikuar shtëpisë, Big Marketi dhe gjëra që ka për shtëpinë, kështu që përputhen shumë mirë së bashku dhe kemi një deal shumë të mirë bashkë. Joana, dua të bëj një pyetje. Ju duke qenë që tashmë ku bën kaq shumë supermarkete që keni në gjithë Shqipërinë, dua të më prekësh pak si ka ndryshuar ndër vite blerja e shqiptarëve, si ka ndryshuar mënyra se si blejnë gjërat? Ka ndryshuar shumë. Dikur konsumatorët kishin fokusin kryesor çmimin dhe sasinë. Tani kanë cilësinë. Gjithmonë lexojnë etiketat, marrin më shumë informacion për produktet. Ushqimi tashmë nuk shikohet si si konsum, por shikohet si një marr me pas aty të shtëpia se do na vinë njerëz, po thjesht domethënë mendoj që vjen edhe shikohet si shëndet edhe si mirëqenie patjetër. Okej, dhe përgjithsisht ju tek hipermarket, ose sepse unë kam parë tash edhe këtu te Pajtoni, për shembull çdo kush që zgjedh të bëjë pazarit është nga ato njerëzit që do bëjë pazarit për gjithë muajin. Dhe çastja sot, duke qenë që keni kaq shumë pika në gjithë Shqipërinë, si është e njerëzve, domethënë po ju doni ta shtrini këtë rrjetin e hipermarketeve apo doni të rini tek këto pjesët që jemi në çdo lagje, që jemi në çdo shtëpi, jemi në çdo afër çdo lloj vendi? Çfarë strategjie është? Big Market patjetër e ka në fokusin e vet dhe në qëllimin e saj që të shtrihet sa më shumë, të jetë afër çdo familje shqiptare. Ka lidhur nevoja e hipermarketit më shumë për gamën e produkteve që ata ofrojnë, qoftë në produkte ushqimore, ashtu edhe në produktet e home. Po, për shkak sepse unë nëse vëre poshtë për shkak të Big Marketi, që këtu te Pajtoni, ke ushqim për kafshët, ke çdo lloj gjëje të mundshme që ndoshta te Big Marketi që unë mund ta kem te lagja nuk i gjer dot. Pra ka shtrije më të mëdha të produkteve. Pra ka diversitet shumë të madh. Qoftë produkteve ushqimore, qoftë produkteve detergjence, gjithë shporta, por patjetër një vend shumë të madh zë gjithë elektronika, enët e kuzhinës, edhe normalisht edhe një pjesë tekstileve. Okej, po Joana kam një pyetje tjetër. Sot konsumatorët, ju që me gjithë të gamë të madhe produktesh që keni, si i shikojnë etiketat, mënyrën ku janë të prirur të blejnë, domethënë sepse mendoj që ne kemi ndryshuar pak nga kohërat më përpara që vetëm kishim nevojë për ushqim, thonjë sa shkonim në supermarket, mirënim gjëra, sot shkojmë edhe duam që të kemi përzgjedhje. Den sa përqindje kemi arritur, den ku ka arritur ky niveli i kulturës që të shkosh në hipermarket dhe të bësh pazaret? Klientela tashmë shumë e informuar, qoftë nga teknologjia që nga dita në ditë avancon, por normalisht edhe nga diversiteti, edhe nga gjithë gama e supermarketeve që në Shqipëri tashmë janë shtuar.
Të gjithë klientët duan të dinë si magazinohet ky produkt, nga vjen, cilësia e ruajtjes, më thënë janë shumë faktorë derisa ata vendosin që ta marrin si produkt final në shport. Okej, edhe unë jam shumë kurioz të di çfarë produkti keni ndoshta më të shitur ose një familje kur hyn në big market, çfarë merr gjën e parë ose Atëherë gjithmonë produktet e shportës, si mund të themi mielli, sheqeri, orizi, makaronat janë produktet që i gjen në çdo karrozë shqiptare. dhe sa e rëndësishme është Joana që ju të ndërtoni qoftë edhe një besim tek konsumatori. Për shembull, çfarë mënyre përposte normalisht produkteve cilësore, gjitha gama e gjerë e produkteve. Keni një lloj mënyre që ju të arrisni besimin e konsumatorit? Besimi është themeli gjithçkaje. Patjetër që do një kohë shumë të madhe që të fitohet, por është një moment shumë i vogël që mund të prishet. Dhe ne sigurohemi që në çdo supermarket shqiptar, klientët të gjejnë atë çfarë kërkojnë, qoftë në cilësi, që është shumë e rëndësishme, por edhe në shërbimin që ata marrin nga stafi. Përkat. Po, edhe kjo e ka vërtetuar edhe vitet që ju keni në treg, sepse të rezistor gjatë gjithë këtyre viteve, kështu që urime dhe përgëzime për gjithë punën e bërë. Dhe mos e harrojmë që Big Market është një brand shqiptar, nuk është një markë e huaj që ka ardhur në Shqipëri, por është një brand 100% shqiptar. Bravo, edhe në një podcast tjetër Joana e kam prekur që gjithmonë prirem edhe për shtëpinë, kur kam folur për gjërat për shtëpinë, prirem gjithmonë dhe gjithmonë kam pasur idenë që të blejmë shqip, pra të blejmë janë kompani shqiptare sepse suportojmë vetë shqiptarët në thonjza. Dua të bëj një pyetje tjetër, Joana, si ka ndryshuar pak a shumë mënyra e blerjes sipas brezave, si ndryshon? Si blen një i ri, si blen një më i moshuar, një student, ku diun, më jep disa shembuj. Brezat e rinj janë më të hapur drejt risive, drejt produkteve ready to eat, drejt teknologjisë, ndërkohë që brezat më të rritur janë më të fokusuar tek tradita. Ne në Big Market mundohemi që t'i gërshetojmë shumë mirë të dyja, traditën me patjetër produktet edhe me risit moderne që nga dita në ditë avancojnë. Po, dhe mos gaboj, ju poshtë, une shikoj tek pajtoni, poshtë për shembull unë shpesh herë shkoj blej edhe bukën, blej ndonjë produkt kështu që mund të bëj shumë shpejt, një sanduiç ose diçka për ta ngrënë për punë ose ku diun. Pra keni bërë një zgjidhje optimale për këtë gjë. Po ritmi, domethënë Joana, si ka ndikuar ritmi jetesës urbane në zgjedhjen ushqimore, për shembull duke qenë që kaq shpejt lëviz gjëja, kaq dinamike është jeta. Big Marketi, cilat janë ato truqet që ju keni gjetur? Ritmi i shpejt e bën konsumatorin që të kërkojë më shumë. Dhe ne kemi munduar që në supermarkete të ndryshme të bëjmë diferencë. Në shumë supermarkete të Big Market është shputur sektori i prodhimeve të brumit, siç e përmendet edhe ti pak më parë, buka. Në disa supermarkete të tjera kemi zgjedhur një sektor frutaperimet që është patjetër e nevojshme në çdo tavolinë. Në një risi e re tashmë është edhe kafeneja. Për shembull Big Market Garden është një nga pikat që tashmë e ka kafene në qendër të supermarketit, kështu që nevoja e konsumatorëve ka bërë që të krijohen edhe këto hapësira më të dedikuara dhe më të zgjeruara që supermarketi t'i përfshi të gjitha. Po, edhe në pajtoni e kanë kafen ngjitur me Big Marketin, kështu që e kemi zgjitur gjitha gjërat. Duke qenë që jemi te pajtoni, Joana duhet të pyes, si ka lindur nevoja që Big Market të jetë pjesë e një qendre tregtare si pajtoni që është e dedikuar shtëpisë? Duke qenë se pajtoni është një qendër që i dedikohet shtëpisë, atëherë Big Marketi është përputhje drejt për drejt me qëllimin tuaj edhe me vizionin që ju keni. Në Big Market, ashtu si e përmendëm edhe më parë, sidomos te pika e pajtonit, ne kemi menduar që veç produkteve ushqimore të kemi një shop to shop. Dhe ndaj ka lindur nevoja që ne brenda Big Marketit të kemi edhe një market, mund ta themi, apo një dyqan tjetër, i cili është brendi Shafer. Po. Edhe unë dua shumë Shaferin. Shafer tashmë është prej 12 vitesh në Shqipëri. Prej disa kohësh është pjesë e familjes së Big. Dhe Joana, përse unë e di se çfarë ka Shaferi, por edhe për ato që nuk e din, çfarë ofroni ju brenda Bikut të integruar me Shaferin? Shaferi është një brand për një klientel pak më premium, të cilët kërkojnë produkte. Normalisht Shaferi më shumë është fokusuar tek pjesa e home, por ka një sektor shumë të gjerë tek enët e kuzhinës. Enët e kuzhinës, qoftë pajisjet më të mëdha që mund të jenë tenxheret apo gjithë gama elektronikës, deri tek aksesorët më të vegjël, edhe ato që bëjnë diferencën në një tryezë të kompletuar. Si mendon ti Joana, qendrën pajtoni, si shikojnë njerëzit përgjithsisht? Një destinacion që duhet të vinë çdo ditë apo kur është nevoja pra që të vish? Qendra Pajtoni ka një diversitet shumë të madh dyqanesh dhe mund të jetë patjetër një arsye që një konsumator të shkojë çdo ditë, por në markete apo në dyqane të ndryshme, sepse zgjedhja është e pafundme.
duke filluar normalisht që nga produktet bazë, te farmacit, te banka, edhe shumë gjëra. Joana, le të futemi pak në gjërat më teknike, sepse shumë njerëz janë shumë kurios për big marketin, edhe gjithë dëgjuesit tonë. Si përzgjedh big marketi produktet të cilat merr tiket brenda supermarketit vet? Përzgjedhja e produkteve bëhet me shumë kujdes dhe me cilësi të lartë. Produkti final që ne shikojmë në raft është shumë e lehtë për t'u marrë nga klienti, por ai ka kaluar një rrugë shumë të gjatë derisa është aty. Hapi i parë është importi, i cili bëhet përzgjedhja e produkteve me shumë kujdes. Nga fabrikat kryesore që ne mundohemi mos të kemi ndërmjetës, dhe kjo gjë na siguron patjetër cilësi shumë të mirë, edhe një çmim shumë të favorshëm në krahasim me tregun. Transporti dhe magazinimi janë dy hapa të tjerë shumë të rëndësishëm, të cilët në dukje duket sikur janë gjëra shumë elementare, por është shumë e rëndësishme sepse aty është gjithë ruajtja e cilësisë edhe e freskisë së produktit. Dhe pastaj patjetër një hap shumë i madh është shpërndarja në çdo market të Shqipërisë. Po gama e importit të produkteve, Joana, cilat janë, si është, flit më shumë? Produktet e importit, ne i sigurojmë që të produktet ushqimore, që mund të jetë gjithë produktet e freskëta që në përgjithësi i importojmë më shumë nga Italia, siç mund të jetë gjithë pjesa e prosciutave apo djathtrave të ndryshëm, por një gamë shumë e madhe dhe e gjerë, sidomos në pikën pajtoni, është produktet e shtëpisë. Ne mundohemi gjithmonë që të kemi kontaktet kryesore me firmat më të mëdha ndërkombëtare. Pra Joana, le të themi që ato frigoriferët janë ndezur vazhdimisht gjithkohon për ruajtjen e freskisë të gjithë produkteve që big marketi sjell. Si ruani balancën, Joana, midis këtyre produkteve të importit dhe atyre shqiptare? Duke qenë se big market është një brand 100% shqiptar, atëherë patjetër që ne i kemi në fokus shumë të madh produktet vendase dhe duam që t'i shtym dhe t'i suportojmë sa më shumë. Por nuk mund të lëmë pa përmendur produktet e importit, të cilat normalisht sjellin një diversitet dhe tashmë janë nevojë. Duke qenë se klienti shqiptar tashmë ka migruar jashtë dhe është gjithkohon duke parë më shumë dhe duke kërkuar më shumë, patjetër ka lindur nevoja e supermarketit big market që të ketë produkte importi. Importi mund të bëhet nga vende të ndryshme, të rajonit, ndërkombëtare, por janë produkte që janë të nevojshme për një sport edhe normalisht bëjnë atë diferencën. Po konsumatori sot shqiptar është më informuar, Joana, për gjërat që blen? Konsumatori shqiptar është më informuar. Gjithmonë kërkon që të lexojë më shumë etiketën. Tashmë edhe teknologjia ka bërë të vetën edhe janë gjithkohon duke kërkuar më shumë. Qoftë në shërbimin apo qoftë në produktet apo në përbërësit që një produkt specifik ka. Janë gjithmonë duke lexuar etiketën edhe duke kërkuar edhe ndihmën e stafit më shumë për të pyetur për një produkt të nevojshëm. Cilat janë trendet, Joana, që konsumatorët përgjithsisht përpiqen që të blejnë sot? Janë të bio, healthy, se mendoj që ka ndryshuar edhe pak mënyra e konsumit, si ne shqiptarët konsumojmë ushqimin sot. Ushqimi tashmë po lidhet gjithmonë dhe më shumë me mënyrën e jetesës. Gjithmonë konsumatorët duan të marrin gjëra të shpejta, për shembull ready to eat, patjetër një gamë shumë e madhe janë edhe produktet healthy, të cilat tani janë në kulmin e shitjeve, sepse sidomos kjo periudha e janarit që të gjithë fillojnë të mbajnë atë dietën. Regjimin pas festave, pas baklavas. Pas festave të gjithë janë të prirur tek produktet e shëndetshme, të cilat janë bio apo janë produktet pa gluten, për shembull, pa laktozë, janë një gamë shumë e madhe që ecin tashmë në supermarkete. Edhe ju keni sektore të dedikuara mos gaboj për të gjitha këto. Patjetër është një gamë shumë e madhe e produkteve për laktoz free, gluten free, edhe shumë produkte të tjera bio apo I cegëm, Joana, disa kaq shumë gjëra të marketeve. Unë dua të di si do ndryshoj në të ardhmen mënyra e konceptimit të marketeve, supermarketeve, hipermarketeve. Ka ndonjë mënyrë se si ju e parashikoni dhe vetë si kompani? Roli i supermarketeve është çdo ditë duke shkuar drejt së ardhmes. E ardhmja tashmë është teknologjia. Kështu që ne duam që në të gjitha pika big market procesi I blerjes së një produkti mos jetë tashmë vetëm zgjedhja e produktit në një raft, por të jetë destinacion. Dhe duke qenë se ritmi I jetesës është shumë I shpejt, duam që ta thjeshtësojmë këtë gjë. Patjetër jemi duke punuar për disa kasa më të shpejta, edhe për një proces më të shpejt në të gjithë, qoftë në procesin e shërbimit, por edhe në atë të përzgjedhjes së produkteve.
po në mënyrën keni menduar diçka Joana se si do ta bëni për pjesën e shërbimit personalizuar, pra Big Market do bëj, se unë di që ju në Shaffer e keni që mund të futesh në website-in e Shafferit dhe të porosisës gjitha tenxheret, pirunat, lug, çdo gjë që ka Shafferi, edhe të vinë në shtëpi. Big Marketi e ka këtë gjë, do ta ketë, do ta bëni një diçka të personalizuar apo nuk jam informuar? Big Marketi aktualisht e ka, për shembull Big Marketi Qendra Pajtoni funksionon edhe online. Klientët mund të porosisin produkte dhe patjetër ne jemi të lidhur me postën e cila i dërgon produktet qoftë ushqimore, ashtu edhe të pjesës të sektorit home. Dhe në qoftë se flasim për produkte ushqimore, sa shpejt na shërben të shtëpia në qoftë se unë porosis Joana atë? Shafferi tashmë ka një website të vetin, i cili funksionon me porosi online, por Big Market për momentin e ka një platformë, mund ta themi për momentin përdorim rrjetet sociale që është Instagrami edhe Facebooku, por shumë shpejt do të jemi edhe në Wolt. Për shembull, kjo është një ekskluzivitet që është tashmë i Big Market Garden, por shumë shpejt besoj se do jemi edhe tek Pajtoni. E dua shumë shpejt të Pajtoni. Ekskluzive vetëm për. Dhe për gjithë ato që duan që të porosisen në Shaffer, website-in e Shafferit për shembull më u fut me pa në gjë shpejt në gjë Shaffer.al, shumë e thjeshtë. Shaffer.al, super fare. Joana, mbyllet një vit të suksesshëm me një shorte, cilat janë planet e marketingut, nuk e di që Big Market ka për këtë vit që sapo kemi startuar. Çdo vit Big Market, përveç pjesës së shorteut të fundvitit, mundohet gjatë gjithë vitit të jetë. Keni bërë kulturë. Le ta themi që gjithë presim shorteun e Big Marketit. Patjetër. Shorteu nuk është vetëm i fundvitit, por ne e bëjmë 2 herë në vit këtë shorte, i cili është me dhurata ekskluzive për produktet apo për blerje që konsumatorët mund të bëjnë në Big Market. Por një gjë tjetër mund të jenë edhe udhëtime të ndryshme që ofrohen, apo këtë herë të shorteu që sapo mbyll dhuroam 10 makina. 10 makina, smra mua njëri, i kisha fut kuponin aty, mora të më gjë Joana. Gjithë veç pjesës të shorteut, një strategji marketingu që Big Market përdor janë ofertat ekskluzive që ai bën në çdo Big Market në Shqipëri. Po, të lutem, mund të flasësh pak për këtë se jam shumë kurioz. Sepse e di si them ndonjëherë më fal që ta ndërpres. U shikoj reklamat e Big Market, qoftë televizor, qoftë rrjete sociale dhe thot i gjeni në të gjithë Big Market. Them si drejshin i menaxhojnë gjithë këto gjëra, gjithë këto produkte, gjithë. Më thuaj më shumë. Atëherë pas kësaj është një punë kolosale, patjetër që është shumë e rëndësishme të preket edhe duhen patjetër falenderuar të gjithë. Big Marketi ka katalog ekskluziv që bëhen në çdo Big Market të Shqipërisë, që fillon me produkte të shportës, por jo vetëm. Që është më kryesorja, me thënë të drejtën, shportët dhe detergjentët mendoj që njerëzit i kanë më kryesore. Tani jemi me kataloge dhe me oferta shumë të mira më shpesh se më parë, patjetër nevoja dhe kërkesat e klientëve na kanë bërë që të jemi më afër tyre, jo vetëm në raste festash, por në çdo fillim muaji apo në çdo javë që ndoshta nuk është speciale. Që nuk është speciale. Keni kërkesa veç që shkruajnë klientët që kur do bëni oferta? Tashmë klientët janë mësuar me oferta, për shembull thonë në Qendër Pajtoni, ne kemi fushata çdo javë. Domethënë nga e hëna në të diel ne kemi produkte të ndryshme në ofertë. Dhe nëse ne nuk e publikojmë atë katalogun ditën e diel, të gjithë klientët i ke duke e komentuar pse nuk kemi oferta këtë javë. Kështu që tani është bërë edhe një rutinë sepse edhe në Instagramin e Qendrës Pajtoni, pajtoni.al, na shkruajnë her pas here kur starton ofertat e Big Market, që të pim, ose kur është sektori elektronikës me oferta, çfarë keni parashikuar. Kështu që ke shumë të drejtë edhe për të gjë. Joana, unë duhet të kaloj në një pyetje tjetër që më vjen kështu shumë natyrshëm. Si i ndërtoni marrëdhëniet afatgjata me klientët? Për shembull, çfarë mënyre keni që një klient të jetë gjithmonë klienti juaj? Siç jam unë, për shembull te ju. Atëherë është shumë e rëndësishme që një klient jo vetëm të vi, por të rikthehet në Big Market, edhe kjo është qëllimi edhe ajo që ne luftojmë gjatë kohës. Karta e besnikërisë, karta e klientit, është një nga pikat kryesore që është në çdo Big Market. Dhe ju keni qenë të parët që e keni futur kartën e klientit? Është vërtet. Sepse mbaj mend këtu edhe që kur kam qenë më i vogël. Okej. Klientët në momentin që blen produkte, i regjistrojnë gjithë blerjet e tyre në kartën e vet. Dhe në një numër të saktuar blerjesh, ata kanë të drejtë që të marrin produkte me vlerën që ka bler për produkte të cilat mund të jenë që produkte ushqimore, por edhe produkte të gjithë sektorit home. Domethënë është si një dhuratë që Big Market u bën klientëve për më njohjen që ata kanë bërë. Ata kanë bërë dhe numri besoj është shumë i madh. Se unë vetë kam marrë një tigant tek ju, kështu që e di shumë mirë, kështu që kur bën blerjet në Big Market
gjithmonë jeni pjesë e çdo Do familje. falenderohesh. Joana, keni ndonjë eksperiencë të një produkti, për shembull që ju keni marrë në fillim në Big Market, që keni menduar që nuk është i suksesshëm dhe pastaj ka dalë jashtë pritshmërive tuaja? Në Big Market, të gjithë jemi mësuar që të shikojmë produkte të shportës. Por nuk do saktësova një produkt, por mund të them gjithë sektorin e home. Ishte një provë shumë e madhe për gjithë marketet të cilat e kanë futur tashmë dhe ka patur një sukses të jashtëzakonshëm edhe mund të them që zë një xhiro shumë të madhe të ardhurave të marketit në fund të muajit. Okej. Do të thënë pjesa e home-it Pjesa e home, por Po. ka qenë një eksperiment në fillim, do të thënë që ti bashkojni qendrës. Po. Okej. Ka qenë një eksperiment, mund ta themi, sepse në qendrën Pajtoni i shkonte shumë mirë. Duke qenë se është një qendër e cilës i dedikohet gjithë sektorit të shtëpisë edhe gjithë mirëqenies, patjetër që ne e bëmë shumë si test, por që rezultoi një gjetje shumë e mirë. Jashtë pritshmërive. Sa mirë që gjithmonë ka vlera të shtuara. Unë dua të veç pjesës së home që Big Market i ka, atëherë patjetër erdhi paralel edhe shafëri. Shafëri është hapur pak muaj më vonë në momentin që është hapur marketi. Por patjetër erdhi si një bravo shumë e madhe dhe një si suport shumë i madh nga gjithë klientët. Për ta suportuar edhe këtë elektronikën që është brenda Big Marketit. Sa mirë, super gjetje. Un kam një pyetje kurioziteti dhe dua që të ma shuhash. Çfarë ndodh me shërbimin tuaj? Pra, un kur shkoj në Big Market, gjithandej shikoj çuna goca të reja, të rinj që janë në support. Gjithkohës çfarë dua të ndihmoj për diçka ose për çmimin, për çdo gjë, nëse kam një nevojë. Si ndodh trajnimi i këtyre? Çfarë politike ndjek Big Market? Atëherë, Big Marketi ka shumë të rëndësishme që shërbimi të jetë korrekt, edhe patjetër të jetë sa më cilësor. Patjetër që stafi trajnohet nga burimet njerëzore dhe nga gjithë departamentet e nevojshme. Është shumë e rëndësishme që çdo sektor të ketë informacionin e nevojshëm. Qoftë nga stafi, por edhe nga gjithë administrata, mund ta themi, të cilët mund të jenë në ndihmë të konsumatorit. Çdo raft në çdo supermarket të Big Market ka një përgjegjës. Ka një përgjegjës të gjithë sektorit, i cili është përgjegjës edhe për vendosjen e produkteve, për mbushjen e tyre, patjetër edhe për skadencat apo për seleksionimin e produkteve. Okej, pra çdo gjë e mirë organizuar. Patjetër është e mirë organizuar edhe shumë të ndara në sektorët të cilët janë më të nevojshëm, për shembull që kanë këtë më shumë nevojën e gjithë trajnimit apo e gjithë informacionit, për shembull mund të përmend sektorin e delikatesës, që quhet gjithë sektori i proshutrave, i djathrave, që janë delikat. Shumë e nevojshme që zonjat aty të kenë informacion qoftë për ruajtjen e produktit, qoftë për jetëgjatësinë apo vakumosin, janë shumë procese të cilat duken në tërësi shumë të thjeshta, por kanë një sfidë shumë të madhe nga brapa. Unë kam parë gjithmonë te Big Market i poshtë, domethënë kur është sorteu e gjithë to ka një kuti për vendosur gjithë kontrabiletat. A ka ndonjë politikë tjetër që nëse jam si klient, ka diçka që nuk shkon te supermarketi dhe dua të bëj një ankesë? Patjetër. Si e keni zgjedhur këtë gjë? Paralel me kutinë që ti ke parë të sorteut, është një kuti tjetër e cila është vetëm për ankesa, edhe për sugjerimet që një klient ka. Patjetër veç kësaj kutisë që ne her pas here i hapim, edhe i lexojmë të gjitha ato shkrimet që klientët bëjnë. Stafi është shumë i gatshëm, edhe gjithmonë është në informacion edhe informon edhe pozicionet më lart për çdo problematikë apo për çdo kërkesë apo ankesë që klientët tashmë kanë, sepse patjetër veç kërkesave ka dhe ankesa apo pak kënaqësi që mund të ndodhë. Aq më shumë një rrjet kaq i madh me kaq supermarkete, është shumë e kuptueshme që do ketë edhe ndonjëherë ankesa, kështu që njerëz është më se normale. Çdo kush edhe patjetër qoftë edhe në rrjetet sociale, jemi të gatshëm edhe jemi gjithmonë suport për të kthyer përgjigje apo për t'i dhënë zgjidhje që në fund të fundit konsumatori final të mbetet i kënaqur. Patjetër, përpos Big Market mund ta gjeni edhe Big Market Pajtoni për çdo shërbim se çfarë jep. Pra qoftë për enët e kuzhinës gjitha në Instagram Big Pajtoni apo Big Market Pajtoni apo Big Pajtoni. Big Market Pajtoni. Big Market Pajtoni. Unë i them Big Pajtoni, ndoshta i bëj për shkurt. Jana, përpara se ta përmbyll, dua të bëj disa pyetje të shkurtra. Ndoshta nga kjo mënyra se ju jeni gjithkohës me njerëz, me konsumatorët, me ne familjarët, të rinj, të reja. Shpejt dua të bëj ca pyetje të shkurtra, si e mendoni ju që shqiptarët duhet bëjnë pazaret? Për shembull, kemi një pyetje, blerje ditore apo javore? Blerje ditore kur është nevojshme për shportën, por blerjet javore apo mund të themi më shumë ato mujore bëhen çdo fillim muaji që të mbushet gjithë ajo tryeza apo frigoriferi plot. Po, edhe ka dalë dhe rroga, kështu që jemi mrekullt. Produkte lokale apo importi?
Mendoj se është një gërshitim i të dyave. Tashmë është nevoja shumë e produkteve lokale, por nuk mund t'i lëm pas edhe produktet e importit. Kush janë më të suksesshme, Joana? Produktet e importit apo lokalet? Kush ka shitje më shumë? Produktet lokale gjithmonë zgjidhen si një traditë. E përmenda edhe pak më parë, gjithmonë moshat e reja më shumë kërkojnë këto produktet e importit, ndoshta ndiqen edhe nga trendet e fundit nga riseti, ndërsa gjithmonë konsumatori pak më i rritur kërkon më shumë traditën, edhe i qëndron më shumë produkteve autentike. Autentike. Gatime në shtëpi apo ushqime gati që mund t'i gjejmë në market? Gatime në shtëpi, por me zgjidhje shumë të lehta. Okej, so me të përbërës. Po. Oh, super. Çmim apo cilësi? Atëherë, Big Marketi është dashuri për cilësinë, por patjetër që është shumë i njohur edhe për çmimet e favorshme edhe për ofertat ekskluzive që bën her pas here. Tradit apo risia? Edhe këtu më do të them një gërshetim, sepse tradita patjetër që nuk duhet humbur, edhe në gjithë produktet tona është, por risia është shumë e nevojshme, teknologjia po avancon, kështu që është shumë e rëndësishme që edhe ne të ecim hapin e kohës, të jemi për një zgjidhje sa më të lehtë, sepse tashmë për familjet shqiptare është shumë e rëndësishme që ai supermarketi apo ajo blerja që mund të bëjë në fundjavë jetë sa më e shpejtë edhe sa më produktive. Joana, ju uroj një sukses, sa më shumë, nuk e vë në diskutim suksesin tuaj, punoni shumë fort, kemi një bashkëpunim shumë të mirë midis Pajtonit dhe Bigtut, kështu që prej kohësh, prej vitesh, urojmë që zgjerohemi sa më shumë, edhe ju të zgjeroheni sa më shumë dhe të arritni edhe sukses. Patjetër, në Big Market Pajtoni ne do sillim shumë risi për këtë vit të ri. Një nga pikat kryesore do jetë struktura që do ndryshojë dhe do ketë edhe disa sektor të rinj që për momentin nuk janë, por mbetet për të parë. Dhe kemi edhe shumë fushata të bukura të korporuara me Pajtoni dhe Big Market, kështu që jam shumë falendërues. Edhe faleminderit për këtë intervistë. Shpresoj që gjithëve t'ju kemi shërbyer sadopak për informacione, për çdo gjë çfarë mund të duhet. Ilber, shumë faleminderit për ftesën, të falenderoj edhe unë dhe shpresoj që të kemi sa më shumë produktivitet, qoftë te Pajtoni, te Biku edhe patjetër te Shaferi, s'mund dalëm pa përmendur. Patjetër, edhe Shaferin. Unë gjithmonë përpiqem me harroj ndonjëherë, por Shaferi është fantastik. Të dashur dëgjues, ju falenderoj shumë gjithë juve që ishit bashkë me ne. Ne shihemi në një episod tjetër të Homecastit. Ju përshëndes.